Opozita nuk mori pjesë në seancën plenare të kësaj të martë, duke e cilësuar atë një seancë të palishme dhe të thirrur në kundërshtim të hapur me rregullorin e kuvendit, jashtë ditës normale dhe me rendite, miratim proces verbali dhe njoftime. Mos pjesëmarrje në seancë paralajmëroi një ditë më parë kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili theksoi se seanca e së martës nuk është seancë normale parlamentare, por një mbledhje e thirrur për agjendën personale të kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit, pas një renditet miratuar apo të shpallur zyrtarisht, si dhe në shkelje të procedurave minimale që garanton rregullorja e kuvendit. Partia Demokratike argumenton se parlamenti pa rendite dhe duke i mohuar fjalën e opozitës, kthehet në dekor për propagandën e qeverisë, ndërsa sjell në vëmendje edhe aktet e fundit të majorancës në kuvend, që u bë bllokadë drejtësisë për hetimin e korrupsionit, çka sipas opozitës sjell pasoja direkte për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Pikërisht për këtë arsye, opozita refuzon të bëhet pjesë e asaj që e cilëson si fasad parlamentare. Ndërkohë, sipas vendimarrjes së mbledhjes së grupit parlamentar demokrat, deputetët e Partisë Demokratike janë këtë të marrë në takime intensive në terren me qytetarët, me në fokus protestën e 22 marsit. Lideri i opozitës Ali Berisha porositi deputetët demokratë të angazhohen maksimalisht në takime me zgjedhësit për një mobilizim të plot për protestën kombëtare, e cila pritet të jetë ndryshe nga të gjitha protestat e zhvilluara deri më tani. Ndërkohë, lidhur me vendimin e Partisë Demokratike për mos qenë në parlament, sekretari i përgjithshëm i demokratëve Flamur Noka ju përgjigj komenteve të Taulant Ballës, ku thekson se kuvendi nuk ka mbajtur kurrë një seancë të tillë për miratimin e proces verbaleve. Noka nënvizon se Balla dhe Edi Rama e kanë kapur peng Niko Peleshin me panelet energjetike në Kolonjë. Sipas zyrtarit të lartë demokrat, opozita ka vetëm një objektiv: largimin e sektit të rilindjes.